Fenomeni Shkodran Luiz Eli ka ndarë së fundmi me ndjekësit një video të ëmbël dhe plot dashuri nga një vizitë në qendrën sportive dhe argëtuese Latitude në Tiranë, ku shfaqet së bashku me partneren e tij Chiara Tito dhe vogëlushen e tyre të dashur, Luna Mari. Në këtë video të ngrohtë, trinja familjare duket duke kaluar momente të lumtura në një ambient të mbushur me energji dhe gjallëri, teksa vogëlushja Luna, me lodrat në dorë, vëzhgon kamerën me një shprehje që ka shkrirë zemrat e ndjekësve. Luizi, me atë stilin e tij karakteristik të çiltër dhe natyral, shfaqet duke bërë humor, ndërsa Chiara, gjithmonë elegante dhe e përkushtuar, nuk e lëshon nga duart vajzën, duke i dhënë kësaj daljeje publike një atmosferë intime dhe të dashur. Videoja është pritur menjëherë me shumë reagime në rrjet, ku ndjekësit kanë shpërndar komente pozitive për këtë familje të dashur që vazhdon të frymëzojë me shembullin e tyre të dashurisë, përkujdesjes dhe bashkëjetesës së ngrohtë. Ajo që bie në sy është mënyra se si Luizi dhe Chiara po ndërtojnë kujtime me vogëlushen e tyre në mënyrë sa më të natyrshme, larg bujës artificiale dhe me një ndjeshmëri që prek çdo prind e çdo zemër që i ndjek. Ata nuk janë thjesht një çift i famshëm, janë një familje që di të jetojë me dashuri të pastër, me energji pozitive dhe mbi të gjitha me përkushtim ndaj njëri tjetrit. Ky moment në Latitude është më shumë se një vizitë, është një dëshmi e thjeshtë dhe e bukur e një dite të zakonshme që bëhet e jashtëzakonshme, kur jetohet me njerëzit që do ky moment i vogël por i mbushur me dashuri. Është një tjetër mozaik në albumin e kujtimeve të familjes Eli, që dita ditës po rritet me vëmendjen dhe dashurinë e publikut shqiptar. Të gjitha pamjet, buzëqeshjet, përqafimet dhe gjestet e natyrshme mes tyre e bëjnë këtë dalje publike jo vetëm një moment argëtimi, por edhe një simbol të fortë të bashkimit familjar, ku secili rol luhet me përkushtim dhe shumë ndjenjë. Për ndjekësit e tyre, kjo video ishte më shumë se sa një postim i zakonshëm, ishte një ftesë për të parë përtej ekranit, për të ndjerë se dashuria e vërtetë, përkujdesja për fëmijën, humori i brendshëm dhe harmonia mes partnerëve janë ende vlera që frymëzojnë. Në një botë plot zhurmë, pamja e një babai që bën batuta, e një nëne që puth vajzën dhe e një vogëlusheje që përqafon lodrat e saj është thjesht dashuri e pastër. Dhe nëse ka diçka që kjo familje e bën më mirë se kushdo, është pikërisht kjo, të dhurojë ndjenja të bukura, pa shumë fjalë, por me shumë shpirt.